Këto ditë kishte nxjerrë Zhelja në lajm që ishte marrë 500 kilometra gjatë një viti pune, lufte. 500 kilometra katror. Edhe qesha sepse rusët ndërkohë kishin marrë mira kilometra katror. Pa i tregonte vetëm 500 që vet. Kishin shujt territor, se su interesonte për të marrë ca të tjera, ku kishin marrë mira kilometra katror rusët. Dhe ky thoshte, ja, kemi marrë 500 kilometra. Për të rreth për media, publiku, opinioni publik, se gjithë e dinë vërtet. Dhe Ukraina që gjëja ka marrë licencë nga Amerika për raketat Patriot është një mashtrim i madh, sepse ajo licencë është një fjalë në letër, por që të prodhoj dronin e parë, Patriotin e parë duhen 3 vjet e gjys. Por ndërkohë që mos e prodhon raketën e parë, raketa është pa kokë. Koka ti ka monopol Boeingu në Amerikë. Pa do t'ja blesh Amerikës pastaj mas 3 vjetësh. Pse do ketë prap luftë mas 3 vjetësh? Shqita rreth. Por vetëm që Patriotët kanë dështuar si raketa efektive, është e luftës me Iranin. Të shtrenjta, me rendiment shumë të ulët dhe të paliverdisur ushtarakisht. U vërtetuan në luftën me Iranin që nuk të vlen më raketat e sofistikuara. Sepse bota po shkon drejt luftës me kosto të ulët. Dronët. Dronët e bëjnë pa vlerë një Patriot. Pas një dron, $15,000, për të azisuar kërkon 2 raketa Patriot që i thënë $2-3 milion. Urde diferenca ajde. Dronët janë në ardhmë. Patriotët janë në shkuar. Amerika i dha licencë Ukrainës për të prodhuar me paratë e Amerikës. Me paratë e Ukrainës dhe të Evropës, teknologjinë amerikane, që do 3 vjet e gjys, që nuk se naj. Pastaj mos i ta bëj këtë. Talje dy thonë farë për shkretë, që themi dhe unë, fali për shkretë. Mirë, jo. Talje për çep shpirtin. Kështu dhe industria ushtarake habuk, sepse parimi në Amerikës që ti duhet mund ta lësh industrinë ushtarake pa pirë gjak. Dhe Trumpi ka zgjedhur si teknik për të pirë gjak industria ushtarake që të pi para. Dhe ka rrit gjithë buxhetin e gjithë NATO-s. Që industria ushtarake të ushqehet. Po jo me gjak, por me rezervë. Se zakonisht duan luftë ata që të ushqehet. Nuk kupton logjik. Duan gjak. Si ritualet e lashtë. Industria e luftës po ushqehet me rritje buxhetesh, jo me gjak në këtë rast.